Njën nga pikat e rinjtë të ditës, ajo për përcaktimin shinjt maksimal të çadra dhe shezllongëve për zonë bregdetare Velipoj Rjoll për zbatim nga sujet private, solli debatin në mbledhjen e radhës së Këshillit Bashkiak Shkodër. Këshilltari i opozitës Eliona Shkreli kishte kritika për prishjen e ndërtimeve në zonën e Velipojës. Kjo katrahura e këtyre prishjes së ndërtimeve në fakt duhet ju bëjnë kushtige. Nuk e kam me ju, kupolën drejtuese po thona, po e kam me kolegët e mi këshilltarë. Në fakt sot u do të kjo mund diskutu. Dame që i banë sepse aty ka dhe biznese që i kanë me letra, i kanë me certifikat pronësie. Dhe ty hysht tja prishë, si më thanë, se i teket kryetarit bashkis me ba aty, ka fillu me i pas fiksim këto korsit e bicikletave, ty keni pedonale aty, manaj, dënë me ba rrugën për makina. A keni parashiku parkingje? Se, okej, ka rritje të fluksit. Lutem se po flasim për Velipojën kryetar. Merreni me fasada, por nuk merreni me rrit cilësinë e shërbimit, me rrit cilësinë e turizmit atje. Manaj patjetër që çdo vit ka pak e më pak, nuk është e vërtetë sa është rrit numri i turistave. Numri i turistave në Velipojë, veç me e pa pedonale ndar, vjet me vjet të tjera. Shumë më pak ka pas. Nga ana tjetër, nënkryetari i Bashkisë Shkodër Odin Beka tregoi përse nuk organizua hapje sezonit turistik, duke theksuar se turizmi tashmë është kthyer në 12 muaj. E shohim gjithë ka lënë në 4 sezone turizmi. Dhe nocioni i hapjes dhe mbylljes së sezonit është centralisht i vjetër në vendin tonë. Dhe pra në shtet. Por nuk mund është i përmetuar që do të thonë, e hapim çisën në sezonin e 1 muaj dhe mbyllim në 1 shtator. Kjo është një nocion krejtësisht i gabuar dhe ishte një nga pikat e parë që kryetari bani me ndonjë. Dhe kjo të regon, mos mirë dhe çmime, nga dhe 3 çmime që janë shumë të gjithë, gjithë krenorë dhe 3 çmime. Jo, gjithë Shkodra. Du me kanë krenorë bizneset. Du me kanë krenorë qëlletar, sepse po flasim një pa... Krenorë që prishtë në Velipojës. Ne arritëm që me spostu sezonja thjesht në një periudhë 3 muajore turizmit, një turizm të fragmentuar, një turizm krejtësisht me tavla të tutëna, e këtu në 12 muaj pra. Dhe sot, ti ke qenë në dëtorë në marë, në Shkodër, në banë destinacioni parë shqiptimi përsa i përket aktivitet dimrore, i në destinacioni parë përsa i përket numrit të organizimit aktivitet në Shqipëri, dhe këtë me kemë marë. Çmimi maksimal ditor për një çadër 2 shezlonge do të jetë në vlerë 900 lekë në plazhin Velipoj dhe Rjoll.